Apostujt e Zotit që Jezusi zgjodhi, ata pan mrekullit, shumimin e bukëve, pan 2 herë shndrimin e Zotit, ata pan po ashtu Elian dhe Mojsiu në vegim, dhe kur e morën Zotin për ta kryqëzuar, të gjithë ikën, dhe Pjetri madje e mohoi. Apostujt ende nuk ishin kthyer me të vërtetë tek Zoti, sepse edhe duke qenë atje pranë tij, duket se patën frikë dhe nuk besuan. Sot motër ne në kish, ne kemi vetëm frymën e shenjtë, që është ai që na flet, dhe ne e dim se Perëndia është vetëm në frymë dhe në të vërtetë, dhe atëherë u bëj krahasimin. Ata e kishin pranë vetes Zotin, duke u mësuar atyre gjërat, ndërsa ne këtu kemi vetëm atë që Zoti na la, frymën e shenjtë, dhe ne i besojmë dhe jemi këtu. Kështu që unë pyes veten, pse apostujt dyshuan, pse duke e pasur afër nuk qëndruan të fortë me Zotin? Ju a keni reflektuar ndonjëherë rreth kësaj? Se si ishte mundur që apostujt dhe shumë njerëz që ecën me Zotin e pan me të gjitha mrekullit, shenjat dhe çdo gjë që ai bëri, pan që ai vdiq dhe u ringjall, apo jo? Dhe megjithatë ata ikën, u larguan, u trembën dhe u mërzitën. Pra, dikush mund të thotë, po çfarë ndodhi sepse kishin qenë pranë Zotit, ata nuk besuan? Jo, nuk është se ata nuk besuan, ajo që ndodhi ishte se në atë moment ata kishin një vel shpirtëror tek syt dhe Zoti Jezus nuk u ahoqi velin. Zoti e la ashtu dhe u ahoqi velin vetëm kur ai u ringjall. Kur Zoti u ringjall, thuhet se kur ai pa dishepujt e tij, që të gjithë ishin të habitur, thoshin, Zot, je ti apo po shohim një fantazëm? Dhe Zoti u tha, po unë ju mësova faktin se do të vdisja dhe do të ringjallesha, atëherë ku mbeti çdo gjë që unë ju mësova? Por ishte sepse ata kishin velin. Dhe thuhet se Zoti u ahoqi velin dhe kur u ahoqi ata filluan të kuptonin atë që kishin përjetuar me Zotin dhe të kuptonin gjithçka që po shihnin në atë çast. Madje ata vet nuk e kishin fajin që dyshuan për një çast, sepse kishin një vel, dhe ai vel nuk i linte të shihnin gjërat, realitetin, sepse Zoti tha se ai do t'ju ahishte velin atyre më vonë. Dhe kështu ndodhi, sepse duhej të përmbusheshin profecit, ku thuhej se të gjithë do ta linin vetëm Zotin, se të gjithë miqtë e tij do të largoheshin dhe do ta linin vetëm në momentin e kryqëzimit dhe të arrestimit që i bën atij për ta çuar në kryq. Pra që të përmbushej fjala profetike se të gjithë miqtë e tij, domethënë apostujt dhe të gjithë ata që kishin besuar tek ai, do ta linin vetëm, do ta braktisnin, sepse patën frikë, duhej të përmbushej profecia, fjala e Zotit. Por më vonë ata i kërkuan falje Zotit kur atyre ju hapën syt dhe kur Perëndia i bëri që t'i kuptonin gjërat, ata u penduan dhe thanë, Zot, na fal. Nuk e kishim kuptuar, Zot, por tani po e kuptojmë, por tani është vonë sepse ti nuk je më fizikisht me ne. Tani je frym dhe tani do të ndjekim në frym. Atëherë edhe ne sot po ashtu e ndjekim Zotin në frym, jo fizikisht, por në frym. Dhe kur fryma e shenjtë vjen dhe na flet, Perëndia na flet në profeci, kur ai na flet në profeci, ai na heq velet, gjërat që na mbajnë të lidhur shpirtërisht dhe shumë gjëra të tjera dhe ne e kuptojmë mesazhin profetik dhe prandaj jemi këtu. Kjo është ajo që ka bërë që ne të mblidhemi në kish, sepse ai na bindi. Perëndia na bindi përmes frymës së shenjtë me profecin. Ai më bindi se unë duhet të jem këtu, se Perëndia këtu shfaqet dhe se duhet t'i bindem në çdo gjë dhe Perëndia bën që njerëzit të kthehen tek ai, sepse është Perëndia ai që bën që njerëzit të kthehen përmes fjalëve që Zoti thot. Pra fryma e shenjtë vjen, flet, na bën premtime dhe ne dashurohemi me Perëndin dhe kjo ndodh në frymë.